E ka pyet një ditë një dietar, e ka pa që njëri po ka të si me kur i devotshëm. A dhe i ka thonë, që shë ki punë me Kur'an? A e ka në një gjendje për njëre shumë të rdume, po për atë katastrofale, fatale. I ka thonë, po dërë me kur i devotshëm me që shtu me Kur'an, thonë, e ti me qëka të nga që që atërë? Thonë, që se të zonë Kur'an, me qëka e mush besim, me zemër me qëka? Me qëka për të për kushtim dhe Allahot, me shtë me qëka? E këtë ka mësi me alit, me libën Allah Gjellewala. Po në qofë se kina qasët të drejt dhe libët Allah Gjellewala. Kur të ka, e një peshën e ronë në dorën të ndërë. E një se që Kur'an i është do në kodrave, se kam pranu me marë. Kur'an i është do në kriesëve shumë atë fuqishme se ti, se kam marë. Nga frika se s'ka mësi me bajt. Para me na, kodra e madhe, bjeshka me madhe në tokë është tut, me po me që i Kur'anën për misën e madhe. Te e ma thjesht, e siu, e len, e lëshar, e kap, kush në tine social e thaqe në rrëvana. A në disa djetarë e kam përmanë, si kurse është Ibn Salah, edhe së juti, djetarë të mlaj, e kam përmanë disa transmitime, kam thënë që me lajket Allahu Gjellewala nuk po kam mësuar atyre lezim në Kur'anit. Andaj me lajket kanë qërë ku të lezut Kur'anit me shkuar dhe me e muatë. Privilegjë ty të kanë dërru Allahu Gjellewala. Ta këtë kanë dërru Allahu Gjellewala. Ku është trajtimi kësaj? Ku është qasë e kësaj? Për të asuje këtë fjarë të pasashme të Allahu Gjellewala se gërë për kujtë. Kur'anin s'ka pas mësimi në tu as pejgamberët në ashtë, se gërë zote. Musa ka lezut të ratë dhe ka vdekë. Apo Isa ka lezut një gjilë dhe ka vdekë. Kur'anin kur kush Muhammedi s.a.s. dhe pasaj në mëjtë i tija. Asa është një privilegjë? Pas e një afru krejtë të kuptime mobilizoj, kërë më dhe parameti që kur të kapë shtatisë të qka bare këtë të onë të e marë. E më stojnë që kur të qetë, kur të rezësht, apo pasaj një mërë vjen fjale ati për fundare. Si kurse qekani i gjykacit, është e fundit. Mas fjale së ti nuk ka fjale. Mas vendimit të Kur'an nuk ka vendim. Mas fjale se Kur'an nuk ka fjale. Për këtë arsye dhe Allahu Gjellewala e ka ngritë këtë këtë umet me këtë Kur'an. Sigur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allahu azza wa jall, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngrit me këtë Kur'an popull njerëz dhe rrezon të tjerë me të. Disa njerëz të kushë shikojnë, po Allahu xhallahu ala me këtë Kur'an pse i kanë përkushtuar dhe kanë lezuar dhe kanë pas çast dhe nga ki kanë vitë Allahu xhallahu ala. E disa njerëz kanë qenë të ngritur automatik. Po për shkak të mos respektimit të duhet e Kur'anit ka rëzuar Allahu xhallahu ala. Për të arsye, ngritja, devotshmëria, udhëzimi arrihet përmes trajtimit të drejtë të Kur'anit të librit të Allahut subhanahu wa taala. Andaj leximit të tij dhe meditimit me këto kushte që nisi ka dhënë ata. Edhe në qoftë se ka realizuar, atëherë përgëzoj me dobi e shumta që dietarët i kanë përmendur që do t'i korë ato dobi lexuesi i drejtë i Kur'anit. Lexuesi i drejtë i Kur'anit. Sikur se thot Hasan al-Basri rahimullah, thot disa njerëz mburën duke thënë se kam lexuar Kur'anin duke mos bërë asnjë gabim të. Krejtë rregull i kam respektuar. Ata wallahi prej fillimit deri në fund ka bërë gabim të tjerë. Ka s'ka punë kurse me ta. Ka njerëz që lexojnë Kur'an dhe marrin pasurinë përpara me kështu se mos buza për një pas që duhet ato. Kur ta kështu në praktike e ka nuk di më çfarë libri apo mos me Kur'an. Andaj sa i duhet me respektu rregullat e leximit të tajvidit të këtë të rëndësishme. Dhe të mos u Kur'an për marrë, të mos u Kur'an këtë është ja se ka nuk e preshën këtë ato çka di. Por duhet të shtohet kjo, pasi kjo është kapaku dhe kjo e aktiv. Kur them se duhet me lexuar Kur'an meditim, dikush thot për shembull, e punë pas të lexuar kanë gjysmë në ditje ka shpërthej. Unë po do të thonë që për fond këshilla për Kur'an është kjo. Mos e shikon mohamen të rregull. Mos e shikon sa po lexon Kur'an. Mos e shikon. Po shikoj sa ku për kushtumet. Çfarë do të thotë? Mos shikoj sa po lexon. A ke lexuar një gjuzë, dy gjuzë, ti po ka mos lexuar 60 faqe për gjysore, ki mos i me lexuar. Mos shumë me faqe, po këshim me orë. Sa për 24 të poshtë tonë ka hisë Kur'anit. Që do këshime? Ki mos i 3 orë me kushtu veç një jetë, tu lëmdu
mëse qyme me ajet, mëse qyme sasi, por qyme me orë. Sa orë nditje ka njësë Kur'an të kërë. Që kjo është të nësishme? E ka mundësi që shtuan orët, ma dhe knatësia, në qovë se kushtë të rezervë. Për lyshe, kushtë i parë, për të asirë dhe shme Allah gjithë në ka mundësi që tjetë shumë i dapë të këna dhe rëdhimish për kësaj dhe këtë shpia Allah gjithë në mësë të realizohet të këne e në lysë më Allah gjithë në që të sjetës.